Mbeturina të shumta janë hedhur në këtë lëndinë në Qabrat të Gjakovës. Por ditë me parë, këtu vrej diçka krejt e pazakont. Dikush pas se ishin dëmtuar disa pjesë të librit të shenjtë Kuranit. E me pas, të njëjtat u varen në këto pemë. Ky veprim aktivizoi menjëherë organet e rendit. Pas pranimit të informatës, në vendngjarje doli policia e Kosovës. Ajo që ka dihet tani është se ky libër është i shkruar në gjuhën arabe, do thotë nuk ka në gjuhën shqipe asnjë pjesë në këtë libër, edhe i mungojnë kopertinat, për çka jemi të rezervuar edhe nëse mund të përcaktojmë sakt se çfarë libri fetar është ky. Ani pse ka nisur hetimet për atë që ndodhi, ende nuk dihet autori i kësaj vepre. Deri në këtë momenti që po flasim ne, nuk kemi ndonjë person të dyshuar që ka mundur ta hedh ta lej këto pjesë në fakt të këtij libri atje. Ngjarja që nxiti të martën reagime të ashpra në vend ka aktivizuar edhe Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Lidhur me rastin për të cilin keni adresuar pyetje, ju njoftojmë se Prokuroria Speciale ka autorizuar Policinë e Kosovës që të ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me kodin e procedurës penale dhe praktika ndërkombëtare, me qëllim të identifikimit dhe konstatimit të drejtë të gjendjes faktike. E të papranueshëm, këtë akt e kanë quajtur edhe banorët e Gjakovës. Është akt i olt, dhe do të jetë akt i olt. Dhe los gjithë popullin shqiptar që fetjëm për shpirtin e njerëzit. Kjo është keq se na si katolik, si musliman njësej, një gjak i kemi, shqiptar jemi. Mirë është mi kështu se cili punë të veta, pika parë, edhe këto punë mos bëhen më, mos më ha parçarje katolikët muslimanë. Por të martën, mjeftiu i Kosovës Naim Tërnava dëmtimin e pjesëve të Kuranit e cilësoi si akt kriminal. Djegjen dhe përdhosjen e Kuranit në Gjakove shohim si një akt konkret dhe alarmues, si pasojë direkte këtyre ideologjive anti-shqiptare dhe anti-islame, të cilat synojnë realizimin e projekteve dashakeqe sipas modeleve të huaja që historikisht kanë qenë armiqësore ndaj shqiptarëve të besimit islam. Ndryshe në vitin që lan pas, në Prizren një burr ishte arrestuar, po ashtu për grisjen e Kuranit.